Islami nëpërmjet haditheve 1. Gjinat, robrit e padukshëm të Allahut. Përcillet nga Ibn Abasi se pejgamberi i Allahut ka thënë: O Allahu im, unë nështrova te ti, u mbështeta dhe u drejtova nga ti. Me ndihmën time fitova fuqinë e përpjekjes. O Allahu im, strehohem të madhështia jote që të mos devijoj nga rruga. Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç teje. Ti je i gjallë e nuk vdes kurse gjinët dhe njerëzit janë të vdekshëm. Përcillet nga Aishja se njëherë i ka thënë pejgamberit paqja qoftë mbi të: O i dërguar i Allahut, magjistarët na thoshin disa fjalë që më vonë dilnin të vërteta. Pejgamberi paqja qoftë mbi të i pa të thënë: Fjalën që dele vërtet e dëgjon një gjin, dhe më pas ai ja përshpërit atë shokët të tij. Por më pas ai shton edhe 100 gënjesht. Përcillet nga Aishja se kur lindnin foshnjët, i sillnin pranë pejgamberit paqja qoftë mbi të dhe ai lutej për begatinë e tyre. Një ditë sollën një foshnjë të porsalindur për këtë qëllim. Aishja mori që ta shtrinte foshnjën në shtrat dhe pa që aty kishte një brisk. I pyeti të pranishmit se për çarsye kishin vënë aty. Ata i thanë: për ta mbrojtur foshnjën nga gjinët. Si rrjedhoi, Aishja e hodhi briskun dhe theksoi se pejgamberi paqja qoftë mbi të i ka qortuar këto veprime dhe kishte neveri prej tyre. Kështu ajo e ndaloi një veprim të tillë. Përcillet nga Yahya ibn Gjide se Halid ibn Walidi ishte friksuar sa që natën kur dilte për nevoja personale, merrte me vete shpatën. I shqetësuar që të mos lëndonte kënd, kishte shkuar tek pejgamberi paqja qoftë mbi të dhe i kishte treguar për gjendjen e tij. I dërguari i Allahut i tha: Gjibrili më tha se një ifrit nga gjinët po përgatitet të bëjë një kurth. Prandaj lutju Allahut me këto fjalë: strehohem tek Allahu dhe te fjalët e plota të Allahut, te vendimi dhe vullneti i tij, te të cilat nuk mund të ngjitet asnjë i mirë apo i keq, nga të ligat që zbresin nga qielli dhe mbijnë nga toka, nga të ligat e vendosura në sipërfaqe të dheut dhe ato që nxjerr toka, nga sprovat e natës dhe të ditës, nga të gjitha ngjarjet që shfaqen befas përveç të dobishmeve. O Rahman, përcillet nga Abdullah ibn Mesudi: një natë ishim së bashku me pejgamberin paqja qoftë mbi të. Ndodhi që e humbëm për një herë atë dhe nisëm ta kërkonim nëpër lugina e nëpër rrugicat malore. Dhe në këtë mënyrë kaluam një natë të vështirë. Por me të zbardhur pak, vumre se pejgamberi paqja qoftë mbi të vinte nga ana e Hiras. O i dërguari i Allahut, të humbëm. Të kërkuam gjithandej, por nuk të gjetëm dot, dhe kështu kaluam një natë shumë të vështirë. Më pas pejgamberi paqja qoftë mbi të urdhëroi: më erdhi një i dërguar nga gjinat. Shkova me të dhe lexova pjesë nga Kurani. Pastaj na mori dhe na solli në vendin ku kishin mbetur gjurmët dhe hiri i zjarrit të ndezur prej tyre. Në një përsellje tjetër që ndodhet te burimi i hadithit, thuhet se gjinët e kanë dëgjuar leximin e Kuranit nga pejgamberi paqja qoftë mbi të, por ai nuk e ka ditur një gjë të tillë. Këtë ngjarje interesante e përcjell Abdullah ibn Abasi. Pejgamberi paqja qoftë mbi të bashkë me një grup shokësh që nisur drejt panairit Ukav. Ato ditë ishte vendosur një pengesë ndërmjet shejtanëve dhe lajmeve nga qielli. Shejtanët që donin të vidhnin të dhëna nga qielli, qenë përballur me një zjarr përcëllues që lëshoi kundër tyre. Kur shejtanët ktheheshin te të vetët, pyesnin se çfarë është duke ndodhur me ne. Nuk kemi më mundësi të marrim të dhëna nga qielli dhe është duke vërshuar një zjarr i tmerrshëm kundër nesh. Si rrjedhoi, njëri nga ata tha: me siguri do të ketë ndodhur diçka e jashtëzakonshme përderisa u janë ndërprerë të dhënat nga qielli. Dilni një herë nga lindja deri në perëndim të faqes së dheut dhe vini re se cili është shkaku që ju janë ndërprerë të dhënat nga qielli. Kështu,
Gjinët shëtitën nga të katër anët e tokës dhe pikasën se cili ishte shkaku i ndërprerjes së lidhjes midis tyre dhe qiellit. Ibn Abasi ka thënë se grupi i atyre që ishin orientuar drejt Tihames ishin afruar në vendin ku që ndaluar për të buetur pejgamberi paqja qoftë mbi të, në rrugën për në Ukadah. Pejgamberi paqja qoftë mbi të po falte namazin e sabahut me shokët e vet. Në çastin kur gjinët dëgjuan leximin e Kuranit, filluan ta shtonin edhe më shumë përqendrimin dhe i thanë njëri tjetrit: "Ja, ky është shkaku i ndërprerjes së të dhënave që na interesojnë." Kur u kthyen te shoqëria e tyre u thanë: "Me të vërtetë që kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë dhe e kemi besuar. Prandaj nuk do t'i shoqërojmë më askënd Zotit ton në adhurim." Më pas Allahu ja zbriti ajetet e surës Gjin në këtë kontekst. Sipas përcjelljeve të librave të historisë, dëgjimi i Kuranit dhe pranimi i fesë nga këto krijesa të lëndore dhe të padukshme ka ndodhur në një periudhë shumë të vështirë për pejgamberin paqja qoftë mbi të. Pas bojkotit që u kishin bërë muslimanëve, torturat dhe keqtrajtimet ishin shtuar tej masë. Gjithashtu, edhe vdekja e Ebu Talibit dhe Hatixhes e kishte tronditur shumë pejgamberin paqja qoftë mbi të. Pejgamberi paqja qoftë mbi të kishte filluar të kërkonte ata njerëz që do të mbronin dhe do e kuptonin. Për këtë qëllim kishte vajtur në Taif, por ishte dëbuar dhe gjuajtur me gur. Pra, njohja e gjinëve me islamin dhe informimi i pejgamberit paqja qoftë mbi të ishte realizuar në këtë periudhë. Gjatë kthimit prej Taifit, pejgamberi paqja qoftë mbi të e kishte kaluar natën në vendin e quajtur Nahle. Aty i patën ardhur një grup gjinësh që kishin dëgjuar Kuranin që lexonte pejgamberi paqja qoftë mbi të dhe janë entuziazmuar shumë. Si pasojë, një numër i madh prej tyre kishin pranuar islamin. Këtë ngjarje, Zoti ja ka sqaruar pejgamberit paqja qoftë mbi të me këto fjalë: "Kur ne dërguam te ti një grup gjindësh për të dëgjuar Kuranin, ata kur erdhën i thanë njëri tjetrit: Heshtni." Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata thanë: "O populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para tij, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Ai do t'ju afal gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtojë prej dënimit të dhëmshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin atij në tokë. Për ata s'ka mbrojtës tjetër përveç tij. Ata janë në humbje të madhe. Natyra e krijesave të njohura si gjin është te i perceptimit shqisor të njeriut, ashtu si emri janë edhe përcjelljet në lidhje me ta. Çështja e takimit të pejgamberit paqja qoftë mbi të me gjinët, ku dhe sa herë është takuar, është e diskutueshme. Sipas disa lajmeve që flasin për vende dhe periudha të ndryshme, gjinët kanë shkuar te pejgamberi paqja qoftë mbi të si delegacione, dhe për aq sa ishte në Mekë, e kanë takuar në vendin Haxhun, ku është xhamia Gjin, ndërsa në Medinë janë takuar në Xhenetul Beki. Kësaj kanë zbritur dhe ajetet në lidhje me ta, si në rastin e sureve Ahkaf dhe Gjin. Siç u përmend edhe më lart, pejgamberi paqja qoftë mbi të së bashku me Abdullah ibn Mesudin kishte bujtur në vendin e quajtur Haxhun në Mekë. Pejgamberi paqja qoftë mbi të pat bërë një vijë për rreth ibn Mesudit dhe i pat thënë që të mos lëviz nga vendi. Më pas, ai vetu kishte lexuar Kur'an gjinëve. Thelbi i këtyre krijesave, çështja pse dhe si kishin ardhur, si dukeshin e tjerë, nuk janë sqaruar nga pejgamberi paqja qoftë mbi të. Sipas disa përcjelljeve, gjinët i kanë quar një të dërguar special pejgamberit paqja qoftë mbi të nga Xhezireja, një vend në Mesopotaminë e epërme,
në afërsi të Nusaibinit, dhe si kundër vlerë patën marrë lëvdatat dhe lutjet e pejgamberit paqja qoftë mbi të. Ardhja e disa xhinëve pranë pejgamberit paqja qoftë mbi të dhe pranimi i Islamit nga ana e tyre në vitet e para të periudhës së Mekës ose pas kthimit nga Taifi është një temë që përmendet shumë hapur në Kur'an. Në Kur'an është një sure e veçantë që flet për xhinët dhe është emërtuar si xhin. Kurani na thot se xhinët janë aso krijesash që nuk mund t'ua perceptojmë thelbin, por që kanë arsye dhe vullnet të lirë, janë krijuar për të adhuruar Allahun dhe si lidhoj janë të ngarkuar me ibadete. Mukellef. Në 20 ajete kuranore, Zoti fuqiploti ka përmendur xhinët së bashku me njerëzit, ose ka folur bashkarisht për njerëzit dhe për xhinët. Në këto ajete, si xhinët ashtu edhe njerëzit, janë prezantuar si të mirë dhe të ligjë, si besimtar dhe jo besimtar, të dobishëm dhe të dëmshëm. Edhe ata kanë mundësi që t'i respektojnë apo të mos i respektojnë urdhrat e Allahut, dhe si të gjitha krijesat e përkohshme, edhe ata vdesin. Sipas përcjelljes së Ibn Abbasit, pejgamberi paqja qoftë mbi të në lutjen e tij në lidhje me xhinët, ka theksuar këtë çështje. O Allahu im, unë nënshtrova tek ti, unë mbështeta dhe u drejtova tek ti, me ndihmën time fitova fuqinë e përpjekjes. O Allahu im, strehohem te madhështia jote që të mos devijoj nga rruga. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Ti je i gjallë e nuk vdes kurrë, ndërsa xhinët dhe njerëzit janë të vdekshëm.